E goca si jemi? Hi, na dëgjon? Po, ju dëgjoj. Çfarë? Mirë, si jeti? Përshëndetje. Tani direkt në temë na thuaj ja. pak historinë tënde që ke me këto diferencat ekonomike me partnerin. Po tani o goca radion edhe më ka gjetë hall, po edhe se më ka dalë dhe fati. Du më thëmë nuk është se ti, nga një mirë, nga një keq, nuk vi këtë ekuilibroj më përpara. Kush është e keqja? Po e keqja është ekonomia, ajo është kryesore, stabiliteti që të jep një mashkull, ajo është gjë më kryesore. Tani ti vet më the që vjen nga një familje e pasur, pra me gjendje shumë të mirë ekonomike. Nga një familje në një gjendje shumë të mirë ekonomike. Domethënë, nëse jam, ai thoni vetë, ju fëmijë vetëm, të gjithë thanë për duar, dua këtë brenda javës vjen, dua të marr këtë, shkoj vetë marr ditën tjetër, domethënë nuk më mungon asgjë në jetë. Po. Dhe je i lidhur me një djalë që nuk është aq mirë ekonomikisht? Nuk ka asgjë në jetën e vet, me familjen e vet dati nuk flet, jeton me gjyshën e vet, maksimum, merr një rrok prej 800 euro, po them specifikisht, domethënë duke punuar, kështu që edhe e shpenzon tërë muajin natën, ndërkohë unë domethënë marr më shumë tek pjesa e lekëve në muaj. Tani ti punon apo ke lek nga familja? Se janë dy gjëra ndryshme. Shiko, unë kam në lek nga familja vet, por edhe punoj, sepse pse jo, domethënë duhet edhe të punosh vetë, të nxjerrësh vetë ato lek tek e fundit. Kam pasur dy opsione, kam pasur një djalë që ka qenë shumë i pasur, kemi shkuar në një lunch shumë të mirë, domethënë expensive, dhe ka hartuar lek o gjatë për një drejtë, unë nuk e dha shansin fare mbas asaj drejtë, më vjen edhe blok. Dhe ky tjetri dolëm në një date, duke përfituar nga menyja ditore për 5000 lekësh. Dhe thjesht nga i deti më lë një përshtypje që po, ky njeri ka potencial, domethënë, nga komunikimi, nga thjesht me gut feeling ndjeva që mund të kisha diçka më shumë me të djalë, pavarësisht çështjes ekonomike të gjitha këto. Të bëri klik. Po, më bëri një klik, domethënë, sa gjërat e skaluan akoma më shumë, domethënë, mbas 2-3 dateve të tjera. Tani një pyetje, domethënë ti e pe që ai ka ambicie. Po, a ndihesh ti mirë gjatë gjithë kohës kur del me të, për shembull, dhe kur sheh që ti je mësuar me një jetesë ndryshe, me më shumë mundësi, me më shumë të ardhura? Ja, këto janë problemet kryesore që fillojnë, sepse personalisht unë kur nuk kam dalë në një date KFC dhe ai ishte të më thënë pika ime më e ulët që të dilja në një mëson aty në fast food, që të dilja unë në një date ishte domethënë kur do ta bëja, por ja që e bëra, e jam tani i lidhur domethënë në një lidhje 9 muajshe. Dhe thjesht kur dalin atë përgjigjem këto vende që janë pak më të lira ose që nuk e vrasin buxhetin e atij, prap fakt ti nuk paguan, a paguan ti për shembull, ai thotë që do ulemi në fast food. Rau. Nuk paguan. Rau, domethënë, ai paguan gjithmonë, edhe fast food, edhe lokalet çik më të shtrenjta nëse jemi ulur për shkakun tim, sepse ai ka kuptuar standardet e mia. Dhe ai e bën atë gjë që të rri, domethënë të shkojë në një vend akoma expensive, por si të del jashtë buxhetit të tij. E më thot muaj që do të vim të marrë nga shtëpia dhe unë i them që po sikur ti jap unë se ti s'jep shumë gjë makinës, edhe i bi shumë gjatë rrugëve, sepse ai ka një Subaru të vitit 2000 çka e tillë, si makinë mami domethënë, sikur jemi prindër, ndërkohë që edhe që është gati e shkatruar domethënë, si makinë, ndërkohë unë kam një Audi shumë të shkëlqyer letëre. Falenderoj, prim drejt për mundësim. Dhe thjesht nuk e di nuk më pëlqen kjo pjesa, domethënë ty pina atë makinë, thjesht kur e shoh. Po pse thua që të dilni me makinën tënde kur ty të vjen turp tani që ti të dalësh me makinën e tij? Unë realisht kam takuar makinën time. Kështu që domethënë gjithmonë daloj me makinën time, por nga kanë djemaj edhe i përdorur, sepse duke dhënë në makinën stërkohës, duke çuar unë në shtëpi, jo duke ardhur në shtëpia ime, jo duke çuar në shkollë, që se studioj në të vendin në të njëjtin vend bashk, jo duke dalë për drejt diku edhe unë jam ai që japo prap makinës, pra më ndiem pak se i përdor, sepse tek e fundit unë jam duke bërë shoferin, dhe duhet jetë krejtë e kundërta. Duhet jetë the princess passenger. Në këtë ti mund të mendosh që duke bërë shoferin, por në këtë rast ai nuk ta kërkoi, thjesht ti e ke bezdije. Po, dhe bezdia në një pikë. Ka ardhur nga që ai nuk ka mundësi, prandaj dhe kjo është detyruar që të jetë vetë shoferi, të përdorë gjithmonë makinën e tij. Po, se nga një anë, Marko e dinte shumë mirë kur e nisi lidhjen se çfarë mundësish kishte ai. Tani nuk mund të gjykojmë dot një njeri për mundësitë financiare që ka, se Marko ka lindur në një familje të pasur. Shikon unë e dia, por jo kaq rënd golfa, jo kaq rënd. Domethënë është çështje e ku ai mund ta hajë.
domethënë bukë me një djathë dhe me disa prosciutto dhe kaq, domethënë tash ty trekon e tillë si tarka, domethënë bëhet fjalë për një personi. Shikoj se kon tash. Se han një bukë me djathë bardhë me ca sallam, duke në për shtëpi dhe kalon drekën, nuk do të thot aq shumë. Edhe ne hajmë nëpër vit në sallam me djathë. Në një çdo ditë. Mirë, shikoj me të që Marko ka një arsye pse rrimet të. Po pra. Marko ka një Shiko, arsyet, në takim që ne ndajmë nga të herën e parë, kam parë që ka një zemër të mirë dhe është njëri i mirë. Nuk më jep ato streset që kam pasur nga një lidhje e kaluar me shqiptar, po e them. Dhe thjesht streset ku je, ç'a bën ose këto kontrollimet e shpeshta ose pyetjet në idiote të mundshme që mund të bëjnë aty, ndërkohë unë nuk e ndjej këtë gjë, domethënë nga çdo kënd që mund të kem folur se kam pasur diçka me të jam shumë i qetë, e di që është në punë, e di që është diku në shtëpi, në punë ose në universitet, dhe aty domethënë e mbyll domethënë. Edhe pavarësisht se kemi lokacione njëri tjetrit dhe dim se ku jemi specifikisht. Pavarësisht nuk më jep atë stresin që sot u tregova një çik diplomatik, Marko, se dje mua më the një tjetër gjë, ishte që qeshëm shumë bashk. E po tani dëgjoj, tani nga ekonomia thash, nga ekonomia s'është gjaj, po ai ta betu zoti me një tjetër tani, edhe kjo është një arsye. Absolutisht po e prisja, absolutisht. Tani zoti nuk di të gjitha, Marko. E pra, po mirë, dëgjoj, ka fal aty, tani lekët do vinë apo si lekët për të harxuar, janë do vinë, do ikin. Ashtu dhe. Unë justifikoj veten. Në këtë rast mund të jesh ti ai që po financon, ai financon anë tjetër, tash win-win. Po, domethënë, Marrëdhënia është 50-50. Në këtë lidhje, domethënë që jam tani, nuk përse jam kundër, da mund të them për të gjithë kotat që realisht nuk funksionon, por që kjo lidhje realisht mund të funksionojë, por që bëhet të bësh edhe ca sakrifica që unë i kam bërë, domethënë një herë do duhet të sakrifica. Këtë për mendimin tim, domethënë dhe me kohën duhet ndënë që të gjitha. Ti je i bindur që do ta vazhdosh këtë lidhje pavarësisht pa kënaqësive që ke nga ana financiare. Po thua. Po, sepse tek e fundit jam i zoti vet, po punoj vet dhe i kam lekët vet, që tek e fundit një tarne, gjithsecili e ke parasysh ka jetoj dhe do ketë ekonominë e vet, pavarësisht nëse gjëra do eskalojnë akoma më shumë seriozisht. Unë nuk është se bëj shumë piano dhe specifikisht shkoj vetëm me gut feeling edhe me kohën, domethënë ti që e lënë në dorë kohës. Ashtu. Edhe me vibe, është edhe një vibe se ti ndjen me një herë, por një çonesh duke të dy një herë, duke të humbur kohën, ti ndjen me një herë. Mirë, kam edhe një pyetje. Se ti the që e ka bekuar zotin në vend tjetër, po prap më duket sikur nuk mjafton kjo, se ti the që ke edhe një pesë të tjera aty, se ishte një detaj i rëndësishëm. Çka tani dëgjoj, këto pesë të tjerat janë aty vërtet, po të duam, por që nuk do ta preferoja ta bëja këtë gjë, domethënë sidomos këtij, sepse duke ditur çfarë njeriu i mirë është, nuk besoj që do gjej dikë se ai krap, domethënë thjesht e dua, do të me pak fjalë, thjesht e dua, nuk kam koment tjetër. Do po 5 veta në stol rezervi ke lënë just in case. Po skuadra e mirë kështu. Po tani mos ai dëm të gjuri aty. Po pra, ja. Marko, dhe një pyetje përpara se ta mbyllim, e pe episodin ton të fundit? E pash, po. A të pëlqeu? Realisht më pëlqeu dhe më pëlqen që flisnin dhe kaq të hapur në përgjithësi për këtë temë, sepse në Shqipëri, donse unë jetoj jo në Shqipëri për veten time të jashtë shtetit, në Shqipëri realisht ka plot çdo që kanë baj ose çdo gjë të mundshme, domethënë, dhe realisht kocat dhe të kem kujdes në këtë lloj meshkuj, sepse ka burra të martuar, ka çuna me të dashura, të fejuar, ai që bëjnë nuk e di çfarë, nuk e prisni nga mendja e. Kjo është temë tjetër, pa të ka ndodhur ndonjëherë për shembull që të kesh qenë i lidhur me ndonjë burr që ka qenë i martuar ose çun që ka qenë i lidhur, por sepse personalisht për veten time mua më është dukur e pamoralshme për domethënë si gjë, dhe thjesht kur e kam marrë vesh, thjesht i kam thënë si nuk të vjen turp dhe mbaj gruan që kanë shtëpi mos u merr me mua, domethënë mbaj gruan kalamaj që kanë shtëpi. Nuk ka ndodhur realisht, domethënë dhe është e shpifur sepse këto meshkuj realisht janë gati edhe të japin lek, sepse ashtu funksionon në Tiranë, për fat keq ashtu funksionon, do të thonë ka plot raste. Që janë straight dhe të martuar. Apo janë domethënë janë janë të martuar, domethënë edhe sikur të jenë gay, janë të martuar, domethënë realisht, domethënë janë të martuar. Është një më flash sepse aty është ajo pjesa e gjykimit edhe të gjitha këto dhe për brezat e mëparshëm ka qenë, ndërkohë akoma edhe të brezat tonë është kjo pjesa e gjykimit.
Kështu që është realisht të sa domethënë. Jam shumë kurioze. A ka vende specifike ku ju ftojnë sepse kjo është një nuk është aq normale të dalësh në Tiranë dhe të ftosh një gay. Po pra, po kur ka qenë Tiranë se tha, që i ka ndodhur të Tiranë. Po, jo, kam qenë, po. Varet nga çunat, sepse disa çuna nuk e vrasin mendjen fare, mund të bëjnë gjëra në makinë, gjëra në për hotele, gjëra në për shtëpitë e tyre, duke pasur fëmijët. Domethënë, fotot e fëmijëve të grave në për shtëpi dhe nuk kanë por fare, domethënë atë që bëjnë dhe fajnë njerëz që janë të pamoralshëm dhe që shkojnë dhe bien për atyre të domethënë gjërave dhe kujtojnë se po fitojnë botën duke thënë që e ke parasysh domethënë duke thënë asaj gruas që unë ta mora burrin ty ose këto domethënë me atë ide shkojnë. Që është një konkurrencë idiote për mendimin tim sepse Ardh gruaja në shtëpi tu i thënë, "Ore, me çfarë më bë korniza mua? Se s'ka një njo." Ja po, domethënë pikërisht, domethënë realisht është shumë rëndë që janë hapë. Që kujdes gocat se çunat aty janë. Nuk e di por vetëm do dile me një shqiptar. Por do doja shumë që ne ta kishim bërë këtë bisedë edhe episodin e kaluar, se tani jemi episod tjetër, por shumë faleminderit edhe shumë faleminderit Marko. Po lutem. Vazhdo të na ndjekësh, të kemi shumë xhan. Faleminderit. Patjetër, ju dua shumë.